Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, ja sa arrat duhet të hani sipas moshës që keni. Arrat janë shumë të shëndetshme për organizmin, por nëse e teproni me to, do të përballeni me dhimbje koke, fryrje të stomakut dhe diare. Konsumi i tepërt i arrave në një periudhë afatgjatë mundet që t'ju shëndosh, thonë ekspertët, sipas të dhënave bazuar në studime të nutricionistëve. Racioni ideal ditor i arrave është 28 gram ose 7 arra. Efektet anësore të ngrënies së tepërt të arrave. Fibra është shumë e mirë për sistemin tretës dhe për mirëqenien tuaj. Një grusht me arra ofron 2 gram fibër, një sasi që nuk shkakton probleme në organizëm. Por nëse ju tashmë keni nisur një regjim ushqimor të pasur me fibër, atëherë arrat nuk janë një zgjidhje e mençur. Konsumi i tepërt i fibrës mundet që të stresojë sistemin tretës dhe të shkaktojë gazra, diare dhe fryrje. Shtim në peshë. Arrat konsiderohen si një ushqim i cili sjell shumë energji. Një filxhan me arra ka 765 kalori. Megjithatë, falë yndyrave të shëndetshme dhe fibrës, arrat arrin ta ngopin njeriun shumë shpejt. Nëse ju e teproni me arrat, atëherë me siguri do të shtoni në peshë, por edhe njëkohësisht do të keni dhe dhimbje koke. Ekspertët thonë se çelësi i suksesit në mirëmbajtjen e një peshe trupore është që ju të ndaloni së ngrënie sapo të ngopeni. Nëse ju hani arra dhe më pas sforcoheni për të mbajtur pjatën në tryezë, edhe pse nuk jeni të uritur, do të merrni shumë kalori. Niveli i dur i kalorive ditore për gratë dhe vajzat është nga 1600 deri në 2400. Ndërsa për burra dhe djemt është nga 2000 deri në 3000. Reagimet alergjike. Nëse jeni alergjik ndaj arrave, atëherë duhet të tregoheni shumë të kujdesshëm. Kujdesi nuk është kurrë i tepruar edhe nëse jeni alergjik ndaj një arrori tjetër. Simptomat e reagimeve alergjike ndaj arrave përfshin skuqjen e lëkurës dhe kruarjen e saj. Megjithatë, në këtë raste nuk përjashtohen diareja, dhimbje abdominale, të shtima, kolla e thatë dhe bllokimi i hundëve. Nëse këto simptoma shoqërohen me dhimbje të kraharorit, rrahje të ulta të zemrës dhe rënje të tensionit, atëherë shkoni me urgjencë tek mjeku. Arrat kanë 2 fishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë, dhe ato nga ana tjetër arrin që ta çlirojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat dëmtojnë njëkohësisht edhe qelizat dhe po ashtu shkaktojnë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit nuk han arror mjaftueshëm. Një studim i fundit doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, studimi doli në përfundimin se njerëzit dhe konsumi i arrorëve i ndihmon ata që të parandalojnë sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia e 8 arrave në ditë ju mbron ju nga sëmundjet e zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Përveç të pasurit shumë antioksidant, arrat përmbajnë fibër, protein, vitamina dhe minerale. Shëndeti mendor. Antioksidantët dhe arrat. Një nga aspektet më interesante të arrave është roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndezin plot 30 transmetues nervor për trurin. Një studim amerikan analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm. Nga të dhënat, autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët.
bajamet, fistikët dhe arrorët e të tjerë. Sipas tyre, antioksidantët të cilët gjenden tek arra janë 15 herë më të fuqishëm se vitamina E. Njerëzit i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyra, por këto yndyra janë polio të pangopura dhe mono të pangopura të cilat mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikanë shpjeguan se mjaftojnë 8 arra për të marrë përfitimet maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu mundet të humbasë peshën e tepërt, sepse arrat nxisin ndjesinë e ngopjes së afatgjat. Duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomak bosh, pra para ngrënjes, njeriu do të përfitojë proteinë dhe mineralet të nevojshme. Arrat janë të pasura me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminë C dhe B, të cilat e mbajnë organizmin të fortë dhe të shëndetshëm. Ushqimi i trurit, acidet yndyrore omega-3, të cilat gjenden me shumicë tek arrat, zhvillojnë trurin, përmirësojnë kujtesën dhe procese të tjera. Arrat luftojnë depresionin. Tepër ushqyese, arra përmban proteina, vitamina, acide yndyrore omega-3, lecitin dhe yndyra tepër të shëndetshme. Nga ana tjetër, ato përmbajnë vitamina dhe minerale. Arrat përmbajnë një sasi të lartë të vitaminës B6, shumë folate dhe tiamin. Gjithashtu arrat përmbajnë dhe një sasi të konsiderueshme të vitaminës C, mangan, magnez, fosfor dhe hekur, omega-3. Omega-3 dhe omega-6 janë 2 acide yndyrore të cilat i nevojiten trupit për rritjen e qelizave, për imunitetin, gjakun dhe parandalimin e sëmundjeve. Lufton gjithashtu kolesterolin. Sëmundjet koronare të zemrës së lidhen me nivelin e lartë të kolesterolit. Arrat fal prezencës së acideve omega-3 ulin nivelin e kolesterolit të keq. Ushqim për flokun. Vaji i arrave përmban biotin. Këto element forcojnë folikulin e flokut, evitojnë rënien dhe gjithashtu trajtojnë zbokthin. Arra ka veti kundër mykut dhe mban në larg infeksionet. Ushqim për lëkurën. Vitamina B së bashku me vitaminën E, një antioksidant natyror, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira si pasojë e stresit, duke reduktuar rrudhat në fytyrë. Vaji i arrave ushqen lëkurën, zbardh rrafët e zinj poshtë syve dhe relakson lëkurën. Për pjellorinë, arrat përmbajnë kompleks vitaminash B si folate, riboflavin, tiamin e të tjerë. Këto vitamina janë tepër të rëndësishme për gruan dhe fetusin. Arrat gjithashtu lehtësojnë shenjat e shtatzanisë dhe zhvillojnë trurin e bebes. Parandalojnë sëmundjet e këqija. Arrat parandalojnë sëmundjet e këqija fal përbërësve si omega-3, antioksidantëve dhe fitosteroleve. Luftojnë diabetin e tipit 2. Studimet e fundit kanë treguar se një grusht arra në ditë redukton me 30% prekjen nga diabeti i tipit 2 tek gratë. Kundër shëndoshjes, arrat përmbajnë proteina dhe fibra të cilat ndikojnë për një dietë të shëndetshme. Për shëndetin e kockave, arrat i bëjnë kockave mirë fal përmbajtjes së acideve omega-3. Për tretjen, meqense arrat janë të pasura në fibra, ato janë një ushqim i shkëlqyer për tretjen, si edhe lufton problemet me të. Përmirëson gjumin. Gjëndra pineale në trup prodhon hormonin melatonin që përgjigjet edhe për gjumin. Këto hormone gjenden tek arrat duke kthyer këtë ushqim në një snak të preferuar për përmirësimin e gjumit. Forcon imunitetin. Arrat mbrojnë kundër ekzemës, psoriazës, astmës dhe artritit reumatoid, por ajo që është më e rëndësishme është se arrat përmbajnë acide të shëndetshme që mbështesin sistemin imunitar. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.